Cilat janë skandalet e korrupsionit që po trondisin presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky? Agjencia Kombëtare kundër korrupsionit akuzon politikanë dhe biznesmen për krijimin e një skeme rishfeti, duke kërkuar 10 deri në 15% të gjitha kontratave për kompaninë shtetërore të energjisë bërthamore Enerhoatom. Ata që janë në hetim dyshohet se kanë vjedhur midis 75 dhe 100 milion eurove nga shteti. Disa nga bashkëpunëtorët e Zelenskit janë përfshirë në skandal, përfshirë ish zëvendës kryeministrin Oleksiy Chernyshov, i dyshuar për marrjen e 100.000 eurove, dhe ish ministrin e energjisë, më vonë ministri i drejtësisë Herman Alushenko. I përfshirë në hetim është gjithashtu Rustem Umerov, kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe ish ministri i mbrojtjes, njeriu që Zelenski zgjodhi për të zëvendësuar, Andriy Yermak, i cili u dërhoq për të udhëhequr delegacionin ukrainas në negociatat e planit të paqes. Ministri i energjisë Svitlana Rinchuk, gjithashtu e akuzuar për mbikëqyrje neglizhente, është detyruar të japë dorëheqjen. Këshilltari Volodymyr Zelenskit, i cili kishte më shumë pushtet se parlamenti dhe qeveria së bashku, është i lidhur me disa personat të përfshirë në hetim. Në disa përgjime telefonike midis të dyshuarve, ai u referua me emrin e koduar Alibaba. Në hetim është një shtëpi e madhe në periferi të Kievit, që politikani dyshohet se e bleu me fonde të panjohura. Misia e Yermak me oligarkun Timur Mindic, i cili gjithashtu bëri biznes me Zelenskin, kur presidenti i Ukrainas ishte producent filmash në kompaninë Kvartal 95, e tradhton atë. Mediat ukrainase publikuan foto të njërit prej apartamenteve të Mindic, banjot e veshura me ar, madje e tërhoqi sarkazëm nga Vladimir Putin. Miku biznesmeni Yermak thuhet se ka marrë një informacion para arrestimit të tij, duke arritur të arratiset në Izrael. Një biznesmen tjetër në hetim, Mikhailo Tsukerman, arriti të shmangë arrestimin. Edhe për këtë arsye, ministri i drejtësisë Herman Alushenko u detyrua të jepte dorëheqjen ditët e fundit. Gjatë gati 4 viteve të luftës, Yermak kishte përqendruar një pjesë të madhe të pushtetit, duke thirrur gjendjen e jashtëzakonshme. Presidenti i Ukrainës u përpoq deri në fund të mbronte mikun e tij Yermak, edhe kur disa deputet kërcënuan të largoheshin nga partia në pushtet, e vetë shumica parlamentare duke në rrezik. Në korrik, Zelenski u përpoq të kufizonte kompetencat e Agjencisë kundër korrupsionit dhe zyrës së prokurorit special Nabu dhe Sapo, pikërisht për të parandaluar përfundimin e hetimit. Një ligj specifik u miratua dhe u nënshkrua nga vetë presidenti, por më vonë u tërhoq. Protestat popullore ishin shumë të forta, dhe presionin nga aleatët perëndimor, të cilët e konsideruan masën antidemokratike, ishte shumë i madh. Këmbgulja e Zelenskit për të mbrojtur Yermak, të cilin 70% e publikut donin ta rrëzonin, veçonte gjithashtu popularitetin e presidentit në pikën e tij më të ulët që nga fillimi i luftës. Sipas sondazheve, edhe para konfliktit Ukraina ishte vetëm e 105 nga 180 në renditjen e vendeve më të ndershme. Korrupsioni i zbuluar në aferën e energjisë është shfrytzuar natyrshëm nga propaganda ruse, i ka dhënë krahun të linjës së ashpër të Trump, J.D. Vance, një shtys në lidhje me ndihmën për Kievin, dhe mund të ndikojë në marrëdhëniet me BE-n, e cila po planifikon një kredi për 140 miliardë eurosh për të mbuluar shpenzimet ushtarake dhe civile të Kievit.